Ndërsa Eurostat dhe Instat raportojnë se 40% e popullsisë në Shqipëri janë në rrezik varfërie ose përjashtimi social, kryeministri Edi Rama ka refuzuar të miratojë minimumin jetik, 200 euro të propozuar nga opozita. Sot Bashkimi Evropian i ka kërkuar qeverisë rishikimin e ligjit për mirëqenien sociale, referuar situatës së vështirë ekonomike dhe sociale ku ndodhet Shqipëria. Ndërsa bëri thirrje për këto ndryshime, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, solli në vëmendje shumën prej 100 milion eurosh që Bashkimi Evropian i ka dhënë Shqipërisë për punësimin dhe gjithë përfshirjen sociale. Bashkimi Evropian do të marrë parasysh promovimin e një niveli të lartë të mbrojtjes sociale, luftës kundër përjashtimit social, si dhe një nivel të lartë të arsimit, trajnimit dhe mbrojtjes së shëndetit publik. Ne po investojmë më shumë se 100 milion euro me anën e projekteve BE-ja për gjithëpërfshirjen sociale dhe BE-ja për punësimin dhe gjithëpërfshirjen sociale. Pra, duhet ketë një rishikim të ligjit për kujdesem sociale për të parë pikërisht se çfarë funksionon apo jo. Por në vend që të adresonte problemin e varfërisë dhe nevojën për garantimin e një minimumi etik për qytetarët, kryeministri Edi Rama zgjodhi të bëjë batutë dhe ironi me ambasadorin e Bashkimit Evropian. Më vjen keq që gabove duke menduar që ishe i fundit, se pas te e pati më të rëndësishëm se ty si ministri i pushtetit vendor, si drejtuesi i UNICEF-it, e pastaj merri radhë mua, kështu që unë nxitove kur the që kur na peçi nga lart poshtë. Në fakt, tani ti e poshtë, unë jam lart si shef. Raporti zyrtar i Eurostat edhe për vitin 2024 tregoi se Shqipëria kishte nivelin më të lartë të varfërisë dhe përjashtimit social në Europë.